Ura e Siratit mbi Xhehenem. Sirati është ura mbi Xhehenem. Ajo është më mpret se teu i shpatës dhe më e hollë se fija e flokut. Allahu na forcoft të gjithëve kur të ecim mbi të. Ebu Hurera dhe Hudhaifa radiallahu anhuma rrëfyen se i dërguari Allahut alayhis salam ka thënë: Allahu do t'i mbledh të boj njerëzit. Xheneti do të sillet pranë besimtarve. Ata do të shkojnë tek Ademi alayhis salam dhe do të thonë: O baba ynë, hapi dyert e xhenetit për ne. Ai do të thotë: Çfarë ju nxori nga xheneti përveç mëkatit të babait tuaj, Ademit? Unë nuk mundem ta bëj këtë. Shkoni te biri im dhe miku i Allahut, Ibrahimi alayhis salam. Ata do të shkojnë tek profeti Ibrahim alayhis salam, i cili ju thotë: Unë nuk mundem ta bëj këtë. Unë isha vetëm një i përzgjedhur nga Allahu. Shkoni tek profeti Musa alayhis salam, të cilit Allahu i foli drejt për drejt. Ata do të shkojnë tek Musa alayhis salam, i cili ju thotë: Unë nuk mundem ta bëj këtë. Shkoni tek fjala dhe shpirti që ka krijuar i Allahut. Ata shkojnë tek Isa alayhis salam, i cili ju thotë: Unë nuk mundem ta bëj këtë. Shkoni tek profeti Muhammed alayhis salam. Ata shkojnë tek Muhamedi alayhis salam dhe atij lejohet të ndërmjetësoj. Amaneti dhe lidhjet familjare do të qëndrojnë në të dy anët e Siratit. I pari prej jush do ta kaloj Siratin si një betëtim që kalon dhe kthehet në një çast. Pastaj do të ketë disa që kalojnë si era, disa që kalojnë si një zog dhe disa si kalorës. Gjithçka varet nga veprat e tyre. Profeti alayhis salam do të qëndrojë mbi Sirat dhe do të thotë: O Zot, shpëtoj! O Zot, shpëtoj! Derisa veprat e robërve të paksohen dhe një burr të jetë në gjendje vetëm të zvarritet mbi të. Në anën e Siratit do të ketë grepa që janë të urdhëruar të kapin ata që janë të dënuar. Ai që vetëm çirret ka shpëtuar, ndërsa ata që e kapin do të hyjnë në zjarr. Pastaj Ebu Hurera radiallahu anhu tha: Betohem në atë në dorën e të cilit është shpirti e Ebu Hurerës. Kalojnë 70 vite për të arritur në fund të Xhehenemit. Subhanallah. Ebu Sejd el-Kudri radiallahu anhu rrëfeu se profeti alayhis salam përmendi Siratin dhe njerëzit që do të kalojnë mbi të dhe tha: Disa besimtar do ta kalojnë sa hapen mbyll syt, disa si vetëtima, disa si era, disa si një zog, disa si ai që kalëron mbi kalin e shpejt. Disa do të shiren nga grepat, por do të shpëtojnë, e disa do të hidhen në zjarr. Ebu Hurera radiallahu anhu rrëfeu se profeti alayhis salam ka thënë: Ura e Siratit do të zvendçohet mbi Xhehenem. Unë dhe umeti im do të jemi të parët që do ta kalojmë atë. Atë ditë, askush nuk do të lejohet të flasë përveç të dërguarve, dhe ata do të thonë: O Allah, na shpëto! O Allah, na shpëto! Në Xhehenem do të ketë grepa si gjemba e Sadanit. Profeti Muhammed alayhis salam i pyeti: A i keni parë gjembat e saj? Ata thanë: O i dërguari Allahut. Ai alayhis salam tha: Këta grepa do t'jenë si gjembat e Sadanit, por askush përveç Allahut nuk e di se sa të mëdhenj do t'i jenë. Këta grepa do t'i kapin njerëzit në bazë të veprave që kanë kryer. Disa njerëz do të shkatërrohen nga veprat e tyre dhe do të bien në zjarr, ndërsa ata që do ta kalojnë Siratin do të hyjnë në xhennet. Allahu ne lutim të na bëj prej atyre, të cilët e kalojnë urën e Siratit me shpejtësi dhe na ruajt nga zjarri i Xhehenemit. Amin.